Pak ditë më parë, mediat kryesore botërore raportuan për një nga sulmet më të egra të ndërmarra nga Ukraina ndaj Rusia, që prej nisjes së ofensivës së Moskës në shkallë të plotë në shkurt 2022. Me bilance që flasin për rreth 25 të vdekur, 10 të plagosur, shkatrim të gjerë dhe panik të përhapur. Ky akt nuk ishte vetëm një përshkrim dramatik i luftës në vijën e frontit, por shërbeu edhe si rikthim i ndjesisë së ankthit të fillimit për publikun global. Por, sipas raportimeve më të fundit, kjo lëvizje ushtarake e Moskës duket se ka pasur edhe një tjetër dimension. Vetëm pak orë më pas, u bë publik një draft plani paqeje që po hartohet nga Washingtoni dhe Moska për Ukrainën, pa praninë apo pëlqimin e Kievit, siç përshkruhet nga shtypi. Sipas burimeve perëndimore, plani përbëhet nga 28 pika, përfshin kërkesa që Kievit i paraqesin humbje sovraniteti, përfshi dorëzimin e pjesëve të territorit, heqjen dorë nga antarësimi në ujë dhe kufizimet e armatimit të vet. Raportet shtojnë se zyrtarë amerikan i kanë bërë të qarta udhëheqësve ukrainas një ultimatum. Miratimi i këtij plani brenda disa ditësh. Zëvënës të Bashkimit Evropian dhe disa qeveri kanë reaguar me shqetësim, duke vënë në dukje se nuk mund të përfundohet një marrëveshje për Ukrainën mbi kokën e saj. Kjo për Ukrainën përbën sfidën se si të ruaj sovranitetin e vet, të mbroj popullin e vet dhe të mos dorëzohet në kushte që mund të dëmtojnë perspektivën e ardhshme të vendit.